Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot ju kam sjell një recetë fantastike për limonatën. Jam e sigurt që të gjithë keni bërë limonatë në shtëpi, por jo si kjo. Kjo është receta origjinale e limonatës që ne në përgjithësi e porosisim nëpër restorante kur jemi me pushime. Pra është ajo limonata që ne habitemi që ka ngjyrën perfekte, shijen perfekte, por gjithashtu nuk ka koncentrat. Është thjesht me limon dhe një portokallë më tepër. Le të fillojmë nga puna. Unë të dashur miq kam përgatitur një kane me 1,5 litër. Juve mund të përgatisni dhe sasi më të mëdha se kjo. Pra, për një kanë 1,5 litër kam përdorur 5 limona dhe një portokallë. Them 5 edhe pse në video duken 4, pasi njëri nga ato është shumë më i madh. Limonat të dashur miq duhet që t'i keni larë në ujë të rrjedhshëm. Madje me sfungjer duke i fërkuar. Unë në përgjithësi përdor një sfungjer që e kam apostafat për të larë frutat dhe perimet. Dhe me të i fërkoj mirë pjesën e jashtme në ujin e rrjedhshëm, pastaj për të qenë të sigurt që nuk i ka mbetur ndonjë ilaç nga ata që përdorin agronomët, i fusim dhe në ujë me uthull. I lëm dhe një 15 minuta në ujë me uthull dhe pastaj i fshim mirë. Pra, këta limonat pasi i kemi larë dhe fshirë mirë, do t'i qërojmë nga lëkura. Por të dashur miq, lëkurën nuk do të kalojmë absolutisht tek pjesa e bardhë. Me një rende të imët, do të gërryejmë vetëm pjesën e verdhë të sipërme të limonit, pa kaluar tek e bardha. Nëse do ta gërryejmë trashtë dhe do të marrim dhe pjesën e bardhë, limonata do të marrë shije të athët. Domethënë do të marrë ngjyrën e duhur, por do të jetë e athët dhe fëmijët nuk do ta kenë shumë qejf. Nëse do ta bëni këtë proces me kujdes dhe siç duhet, atëherë do të keni një limonatë perfekte. Pra, siç dhe e shikoni në video, i kemi gërryer të gjithë limonët me kujdes. Gjithashtu edhe portokallën. Tani të dashur miq, një gotë me sheqer do t'ja hedhim këtyre lëkurave dhe do ta fërkojmë mirë sheqerin me lëkurat e limonit. Pra, mund të përdorni edhe dorën nëse dëshironi, pra ta fërkoni mirë me dorë sikur po ngjeshni qoftet, ose me një lugë druri një 2-3 minuta ose edhe 5 minuta ta fërkoni mirë në tas me pjesën e jashtme të lugës së drurit, duke i ngjeshur pas tasit. Ky proces zgjat 3-4 minuta ose edhe 5 minuta. Sa më mirë ta fërkoni, sheqeri duhet që të marrë një ngjyrë si në të verdhë nga fërkimi. Masën e lëm më njanë dhe fillojmë dhe shtrydhim limonat. Tani të dashur miq, siç edhe dihet që çdo limon ka një sasi lëngu të ndryshëm, kështu që varet edhe nga limoni që keni, varet nga sasia që do të përftoni, por gjithsesi në fund neve do ta provojmë. Pra, në varësi të lëngut që do të përftoni, do të shtojmë dhe ujin në fund. Kur kjo pjesa e shtrydhses më mbushej me ato bëshdilat e limonit, edhe e shplaja dhe e ndihmoja me një lugë që pjesa e thartirës të shkonte poshtë. Pra të dashur miq, këto bëshdilat e limonit që mblidhen në grykën e shtrydhses, mos i hidhni poshtë direkt, por me pak ujë shpërlajini dhe pjesën që mbetet hidheni. Tani do t'i bashkojmë të dyja bashk. Pra, pjesën e lëkurave me sheqerin dhe lëngun e limonit do t'i bashkojmë në një kanë. E sigurisht siç dhe e shikoni në video, asnjë gjë nuk shpërdorohet, edhe pjesa që mbetet në tas, unë e kam shplarë dhe e kam shtuar në kane. Shtojmë edhe lëngun e limonit, që unë këtu kam gati 400-500 ml lëng limoni, e përziejmë të dyja bashk dhe i trazoj mirë me një lugë. Këshillohet që në këtë mënyrë, pra lëkurat e limonit, lëngu i limonit dhe uji, i shtojmë dhe ujin përsipër, kuptohet, të rrinja 1 orë ose edhe 2 orë në frigorifer në këtë mënyrë. Ose edhe në ambient të jashtëm nëse nuk doni që të jetë e ftohtë për fëmijët. Duke e lënë një orë të pushojë në këtë mënyrë, lëngu do të marrë dhe aromën shumë të mirë, por dhe ngjyrën perfekte të limonatës.
Përpara se ta shërbeni të dashur miq, nëse keni fëmijë të vegjël që nuk i kanë qef këto bëshdilat e limonit ose lëkurat e limonit që ka lëngu brënda, mund edhe ta kulloni që ata ta pinë me qejf. Megjithatë, dhe bashkë me lëkura është shumë i mirë. Lëkurat në përgjithësi mbeten në fund, nuk është se vinë shumë në përgota. Unë për shembull e kam kulluar sepse fëmijët i kam të vegjël dhe ata bezdisen nga ato pjesët e lëkurave. Pra, pas një ore që kanë dënjur bashkë me lëkurat e limonit dhe ka marrë atë aromën që ne donim, mund ta kullojmë dhe kemi gati për ta shërbyer. Sa më shumë që të rri me lëkurat, aq më mirë është, aq më aromë të mirë merr dhe aq më shumë ngjyrë do të marrë. Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos harroni të jepni një like dhe t'ua dërgoni miqve tuaj. Jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqejnë dhe do të bëhet e pazvendësueshme në tavolinat tuaja. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshëm.